Shkaku i ndërprerjes së një bekimi është mos mirënjohja. Kjo deklaratë e thellë nxjerr në parë rëndësinë e mirënjohjes në jetën tonë edhe pasojat e të qenit të mos mirënjohës. Për të kuptuar rëndësinë e kësaj thënie, do t'i drejtohemi Kuranit për sqarim. Allahu thekson vazhdimisht rëndësinë e mirënjohjes në ajete të shumta. Për shembull, në surën Ibrahim, ajeti 7, Allahu thotë: "Dhe kujto, kur Zoti yt shpalli, nëse jeni mirënjohës, unë do t'ju ashtoj mirësitë, por nëse mohoni, me të vërtetë ndëshkimi im është i rëndë." Ky ajet ilustron qartë lidhjen midis mirënjohjes dhe vazhdimësisë së bekimeve, kur i shprehi mirënjohja Allahut për bekimet që ai na ka dhënë. Ai premton t'i shtojë ato bekime. Anasjelltas, nëse jemi mos mirënjohës dhe nuk i pranojmë mirësitë e tij, rrezikojmë t'i humbasim ato bekime. Një tjetër ajet që mbështet thënien e Imam Aliut gjendet në surën Nal, ajeti 18, ku Allahu thotë: "Edhe nëse do t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund t'i numëronit. Vërtet, Allahu është falës dhe mëshirëplot." Ky ajet na kujton bekimet e panumërta që Allahu na ka dhënë, për shumë prej të cilave mund të mos jemi as të vetëdijshëm. Ai shërben si një përkujtesë për të qenë mirënjohës, si për bekimet e dukshme, ashtu edhe për ato të fshehura në jetën tonë. Duke i njohur dhe vlerësuar këto bekime, mund të sigurojmë vazhdimsinë e tyre. Tani, le të thellohemi më thellë në interpretimin e kësaj thënie. Imam Aliu, i njohur për njohuritë dhe urtësinë e tij të thellë, thekson pasojat e dëmshme të mos mirënjohjes. Kur nuk shprehim mirënjohje për bekimet që marrim, rrezikojmë t'i humbasim ato. Kjo humbje mund të shfaqet në mënyra të ndryshme. Së pari, mos mirënjohja mund të çojë në ulje të vetë bekimeve. Allahu mund të tërheqë favoret e tij si rezultati i qëndrimit ton mos mirënjohës. Për shembull, nëse nuk jemi mirënjohës për shëndetin ton, mund të sëmuremi dhe të humbasim aftësinë për të shijuar atë bekim. Së dyti, mos mirënjohja mund të çojë në një ulje të cilësisë së bekimeve. Kur nuk i pranojmë dhe nuk i vlerësojmë bekimet që kemi, mund të mos i shfrytëzojmë plotësisht ose të mos përfitojmë prej tyre. Për shembull, nëse jemi mos mirënjohës për pasurinë tonë, mund ta keqpërdorim atë ose të mos e përdorim për qëllime fisnike, duke zvogëluar kështu vlerën e saj. Për më tepër, mos mirënjohja mund të ketë një ndikim negativ në mirëqenien tonë shpirtërore. Kur jemi mos mirënjohës, distancohemi nga Allahu dhe mëshira e tij. Kjo mund të çojë në mungesë kënaqësie dhe një dëshirë të vazhdueshme për më shumë, gjë që në fund të fundit pengon rritjen tonë shpirtërore. Anasjelltas, mirënjohja ka efekte të shumta pozitive në jetën tonë. Ajo forcon marrëdhënien tonë me Allahun dhe rrit besimin tonë. Gjithashtu, rrit mirëqenien tonë të përgjithshme, pasi studimet kanë treguar se mirënjohja është e lidhur me përmirësimin e shëndetit mendor, rritjen e lumturisë dhe marrëdhënie më të forta. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë për myslimanët për rëndësinë e mirënjohjes në jetën tonë. Duke shprehur mirënjohje për bekimet që marrim nga Allahu, ne sigurojmë vazhdimsinë dhe rritjen e tyre. Anasjelltas, mos mirënjohja mund të çojë në ndërprerjen e bekimeve dhe humbjen e tyre përfundimtare. Le të përpiqemi të kultivojmë një qëndrim mirënjohje dhe të vlerësojmë favoret e panumërta që na janë dhënë nga krijuesi ynë. Allahu na dhën të aftësinë për të qenë mirënjohës dhe na bekoft me të mirat e tij të shumta.